Kjo është altoparlanti, loudspeakeri i madh, kjo përdoret për shpërndarjen e turmave, përdoret për njoftimin e turmave, pavarësisht për misionit çfarë është. Kur ka nevojë për kërkim shpëtim, përdoret edhe kjo për lajmërim shtetarëve që janë pjesëtar nga ose janë të ardhur për shpëtim pjesëtarëve. Për këtë armatimi ne na vazhdon edhe kolega ju njofton. Të kena mërtojnë komando, e cila shërben për goditje indirekte të distancën 1632 metra. Të kena Har 66, e cila shërben për goditje deri kundër antitank deri në 200 metra. M4 me granata hez, po ashtu edhe granata hez si vet. Të kena pajisjet e vëzhgimit për ditën edhe natën. Të kena snajperin, ACM-cën me smoterin, po ashtu edhe me pajisje termale për natën. Të kena snajperin me pajisje për night vision për natën, po ashtu me smoter. Të kena mitralirin e mesëm M240 montuar tripod, mitralirin e mesëm M66, po ashtu edhe mitralirin e let M249, cilët janë pajisjet edhe me ajor për natën. Po ashtu kolega vazhdon për aty. Atëherë këtu janë tuna individuale. Kjo është orma Colton 5. Edhe kjo është orma Colton 4 që e kollë bashkë të granata hese. Kjo është orma jo në shkurt, sigje që përdorën. Si pajisje si orma individuale, kjo është orma M2, që është mitralerina, përdorët për vende stacionare, për automite, dhe më përdorët për distanca më të lartë.